Pas këtyre mureve të larta rrethuese në fshatin Boriqi Madh në Malësi të Madhe, ishte ngritur një laborator i mirëfillt i rritjes së bimëve narkotike përmes ngrohjes me llampa. Policia thot se kishte marrë informacion për këtë veprimtari dhe kur ndërhyri, zbuloi se kjo banesë dhe 2 ambiente të tjera ishin përshtatur për kultivimin e kanabisit me pajisje elektrike që furnizoheshin nga lidhje të palishme. Aty policia zbuloi 771 bimë të dyshuara narkotike që po rriteshin në 195 llamba, siç tregojnë këto pamja. 6 kg 250 gram kanabis u gjetën në gjendje të tharë, ndërsa në 3 ambientet rezultoi se krahas llampave ishin vendosur edhe 21 cop aspirator dhe 20 cop filtra ajri që shërbenin për kultivimin e kanabisit në kushte të mbyllura. Kool Narkajn, 35 vjeç, u arrestua në kushtet e flagrancës, ndërsa një 36 vjeçar u shpall në kërkim pasi akuzohen se në bashkëpunim kishin ngritur shtëpinë e barit. Fakti që laboratori i kanabisit furnizohej me energji elektrike nga një lidhje palishme u kushtoi arrestimin 4 punonjësve të OSHS, ndërsa një tjetër do të hetohet në gjendje të lirë me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Operacioni në Neonët i policisë së Shkodrës ka zbuluar deri më tani 13 ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike përmes ngrohjes me llampa.